A ka me ndru komplet futbolli me këto rregulla të reja. FIFA po i teston disa ndryshimet që mundën mu përdorë në botrorin e ardhshëm, edhe disa prej tyre mundën me ndryshu seriozisht mënyrën çysh luhet loja. Rregulli i parë lidhet me zëvendësimet. Kur një lojtar del nga fusha, ai do të thotë që i ka veç 10 sekonda kohë për me lshu fushën. E nëse vënohet më shumë, lojtari që po hyn duhet me prit paktën 1 minutë para se me u fut në lojë. Rregulli i dytë është kundërhumbjes kohës. Nëse gjyqtari mendon që një ekip po e vënon lojën gjatë autit ose goditjes në port, ai mundet me nisë në numërim 5 sekondash, e nëse topi nuk futet në lojë brenda këtij afati, atëherë auti jepet te ekipi tjetër. Ose rast goditjes sportës, atëherë mundet mu jep edhe kënd për kundërshtarin. Ndërsa një tjetër ndryshim lidhet me VAR-in. Teknologjia tash mund të përdorë edhe për kartonin e dytë verdh, po edhe në vendime për kënde, nëse sistemi zbulon se gjyqtari ka bo gabim. Pra këtë ideja është e qartë, me pas ma pak humbje kohe, ma shumë drejtësi edhe një lojë ma të shpejt. Po pyetja është, a kanë me bë këto futbollin ma të mirë apo po ndryshojnë lojën që na e njohim? Për ma shumë video si kjo, follow Urban FM, subscribe në YouTube.